I pat portalet sot. Ja ta vjen që këtë drita kështu. Nami. O zoti moth. Ema Andrea refuzon Ermal Mamaqin. I thot nuk vi në trajnim. O zot. Vini të dhe fare, ha? Edhe kishë sa lëzon atë rru. Mirja bërë Ema. Bravo, shumë mirja the. Ato se ore që kujton se propozova për martesën e Emën. Edhe u bë Nami. Nëse kuptoj çfarë problemi ka, se ajo nuk tha që faleminderit, u shpreh shumë korrekte, faleminderit, tha po kam punë më të rëndësishme se sa vdekje trajnimi, shumë rregull. As ka asnjë problemi. O Beno! Beni! O Beni! A ke gjiz? A ke gjiz? A të shprish gjiza? Ema nuk vjen trajnim. Okej. Do vi pasaj për gjizën. Dhe po thosha miq, nuk ka asnjë problemi. Pse nuk vjen Ema në trajnim? Se po them, unë Ema nuk e kam shoqër. Ema është një njeri që e njoh dhe është shumë e nderuar, aktore. Nuk disha të them, nuk mund ta komentoj, aq e mirë është, po nuk se kam prej shoqe që unë bjes kam pas shok të ngusht. Ore shok të ngusht, të cilët i ka ftuar në trajnim dhe nuk kanë ardhur. Ktu po, më ka dhimbë pak shpirti, po it's up to me, është problemi im. Nuk është një gjë kështu e jashtëzakonshme. Sidoqoftë miq, ju uroj gjithë mirat edhe paqja e Zotit qoftë me ju. Më ne jemi në rregull, sidoqoftë. I love you.